Përshëndetje të dashur miq, sapo jam zgjuar në fakt dhe dola ta pi një kafe sot ditë e diel, por dëshiroja që të ndaj një mendim, një analizën time, pak në mënyrë më amatore, por gjithmonë pranë jush. Dua të ndaj një intervistë të gazetarit Milaim Zeka, më falni, në Andale. Ju e dini shumë bukur që Milaimi ishte i ftuar në Andale dhe foli për rrugtimin e tij në Big Brother. E pash që zemërisht ishte i thyer që nuk ishte pjesë e këtij spektaklit, ndoshta edhe i kanë kërkuar që të bëhet si banor brenda kësaj shtëpie dhe Milaimi nuk ka pranuar sepse është banor kontravers. Zakonisht banorët kontravers kanë sukses brenda këtij reality show, por ajo që në fakt ishte në temë kryesore, le ta quaj, ishte marrëdhënia e tij me Olta Gixharin. Edhe pse Milaimi foli, më pas e therriti Oltën në telefon, por Olta siç duket i kishte mbetur hatri për informacionet e rreme që sipas Oltës jep Milaimi. Mua nuk më duket Milaimi gazetar informacioneve të rreme, sepse më duket i drejt për drejt. Por gjithsesi ai kishte patur edhe një pak me Arbana Osmanin dhe Arbana i kishte thënë që do bëhet pjesë e Big Brother VIP Albania, por Milaimi kishte vendosur sado që të kushtoj pjesëmarrja në Big Brother, ai nuk do të merrte pjesë. Unë e kam vërejt edhe vitin e kaluar një kokë lartësi tek Olta Gixhari kundër drejt Milaimit, por dua të marr mendimin tuaj.